Personat që hanë 2 vezë të zjera në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Prej vitesh është debatuar mbi faktin nëse vezët janë të mira ose të këqija për shëndetin. Njerëzit që hanë 2 ose 3 vezë në ditë kanë një risk më të lartë për të prekur nga komplikacione të ndryshme, citon një studim. Por kjo nuk është e vërtet në të gjitha rastet. Ekspertët citojnë se shtimi i vezëve të zjera në menun tuaj ditore mund t'japë përfitime të larmishme në dobi të organizmit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët, veçanërisht e verdha e vezës, është një burim i kolesterolit dietik, citon gjithashtu autori i studimit Victor Zhong. Një studim i publikuar në revistën JAMA ka cituar se vezët mund të ofrojnë 186 mg kolesterol, por zjerja cilësohet gjithashtu mënyra më e sigurt e konsumit të tyre, pasi mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësojë komplikacionet. Ullumtimet kanë ekzaminuar të dhënat e gati rreth 29.000 personave. Gjatë periudhës pasuese u regjistruan gjithsej 5.400 raste të sëmundjeve kardiovaskulare përfshirë, 1.302 goditje fatale dhe jo fatale, 1.897 incidente të dëmtimit fatal dhe jo fatal të zemrës dhe gjithashtu 113 humbje të jetës për shkak të sëmundjeve të zemrës. 6.132 pjesëmarrës të tjerë në studim humbën jetën për shkak edhe të sëmundjeve të tjera dhe komplikacioneve që I kanoseshin organizmit të tyre. Konsumi 300 mg kolesterol dietik në dietë shoqërohet me një risk 3% deri në 4% më të lartë të humbjes së jetës nga sëmundjet të zemrës dhe humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme. Por shtimi I vezëve të zjera mund të përkthehet në një element të vlefshëm të mbrojtjes së shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët thonë se persona të cilët nuk vuajnë nga kolesteroli mund t'i shtojnë pa frikë vezët e zjera në dietën e tyre, kjo për shkak të ndikimeve të tyre pozitive që ofrojnë në mbrojtjen e shëndetit. Një qendër e proteinës të ngarkuar me 13 vitamina dhe minerale të ndryshme, acide yndyrore omega-3 antioksidant, vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë e një mëngjesi të shëndetshëm dhe një organizmi të fortë dhe të vlefshëm. Studimet shëndetësore tregojnë se ngrënia e vezëve në mëngjes jo vetëm që do ju bëjë të ndiheni të ngopur për më gjatë, por gjithashtu do të ndihmojë edhe në ruajtjen më të mirë të niveleve normale të sheqerit dhe kundër luhatjeve të insulinës të pakontrolluar. Vezët janë një nga burimet ushqimore natyrore me lëndë ushqyese më të pasura në planet. Fuqia e kësaj pakete të përsosur është e pakrahasueshme dhe gjithashtu do të nxjisë një organizëm të shëndetshëm dhe një mbrojtje më të mirë të vlerave të tyre shëndetësore. Shtimi I vezëve të zjera në mëngjeset tuaja mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira. Ngrënia e vezëve do të përmirësojë funksionet tuaja të trurit, do të mbështesë shëndetin fizik dhe do të ndihmojë në rritjen e të vegjëlve. Vezët gjithashtu ju ndihmojnë të keni një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre, citon Healthyside. Ato renditen edhe si një pjesë e dietës së shëndetshme. Ekspertët cilësojnë vezët e zjera si një prej produkteve më fantastike në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi I vezëve të zjera. Vezët përmbajnë 13 vitamina dhe minerale të ndryshme të kërkuara nga trupi që janë burime të pasura të proteinës cilësore. Dëndësia e lartë e ushqyesve tek veza mundëson mbështetjen më të mirë të sistemit imunitar dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se vezët e zjera janë të mira për shëndetin dhe një I rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë. Dëndësia e lartë e ushqyesve tek veza do të mundësojë atyre të mbështesin sistemin natyror imunitar dhe të ofrojnë një rritje më të mirë fizike. Mund të veprojnë gjithashtu elementët kryesor të rëndësishëm të një diete të ekuilibruar mirë që do të merrni nga konsumi I vezëve. Një vezë e zjerë në madhësinë mesatare do të ofrojë rreth 77 kalori, përmban gjithashtu nivele shumë të mira të vitaminës A,
të vitaminës B5, B12, gjithashtu edhe të mineraleve si folati, fosfori, zinku, kalciumi dhe proteina, gjithashtu edhe yndyrnat e shëndetshme që gjenden te veza. Vezët e zjera do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shikimit. E pasur me lutein, gjithashtu edhe nivele shumë të mira të zeakanthinës e verdha e vezës do të veprojë gjithashtu si një antioksidant i vlefshëm në mbrojtjen e shikimit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën A. Vitaminë kjo e rëndësishme dhe e nevojshme për pamjen e shikimit të qartë. Nivelet e larta të yndyrnave omega-3 janë të vlefshme në regjimin tuaj shëndetësor. Vezët ndihmojnë të përmirësoni nivelin esencial të yndyrnave omega-3, që janë gjithashtu edhe aktive në funksionet më të mira të shëndetit tuaj të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të syve. Duke qenë se vezët janë kaq shumë të mira dhe me përfitime për organizmin, konsumi i tyre duhet të bëhet gjithmonë në sasinë e rekomanduar dhe të parandaloni komplikacionet. Duke qenë ato të pasura edhe me efekte të mira të vlefshme në mbrojtjen e shëndetit, ekspertët thonë se shtimi i vezëve të zjera në menun tuaj ditore do të përkthehet në një element të vlefshëm për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ndodh organizmit kur e shtoni atë në menun tuaj ditore? Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera. Veza ofron 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrnat të cilat përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për numrin e niveleve të kolesterolit në organizëm. Sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezëve në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, gjithashtu mund t'japë përfitime të rëndësishme ushqyese për ju, siç janë yndyrnat e mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira cilësore këto për rigjenerimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Yndyrnat e mira ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Siguroni t'i keni vezët pjesë të dietave tuaja dhe kështu do të merrni përfitimet të tyre unike në parandalimin e komplikacioneve. Vezët e zjera janë të mira për shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe në rregullimin e insulinës në trup. Vezët e zjera do të ofrojnë nivele të larta të proteinave. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmon organet tuaja të trupit të funksionojnë si duhet dhe të mbrojë gjithashtu edhe muret e qelizave tuaja. Vezët e zjera janë të mira edhe për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që i ofron retinës në thithjen e dritës dhe mbron membrana dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit, gjithashtu edhe nga verbëria. Vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të kockave. Vezët e zjera janë të pasura me vitamina D, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e kockave dhe forcimin e tyre gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e duhur të kalciumit, element këto mjaft të rëndësishëm për shëndetin tuaj. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë gjithashtu më i fortë dhe më i shëndetshëm. Ekspertët shtojnë se vezët e zjera janë të mira për organizmin dhe konsumi i tyre brenda normës së rekomanduar ditore do të jetë një përzgjedhje mjaft e fuqishme ushqyese në betejën kundër komplikacioneve, cituan studimet. Vezët e zjera mund t'i kombinoni në sallata, gjithashtu në spinaq, në patate, në pul, në peshk, ose si element i një ushqyerje të dobishme dhe të shëndetshme. Dhe konsumi i tyre me kujdes në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një element të mirë ushqyes dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tij.
Sigurohuni që vezët i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitime të tyre dhe do të parandaloni gjithashtu komplikacionet që i kanosin organizmit. Vezët e zira janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të konsumoj 1 deri në 2 vezë çdo ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit në organizëm. Vetëm se duhet i konsumoni ato me maturi dhe asnjëherë në sasinë e tepërt. Vezët janë të mira gjithashtu për mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe rigjenerimin e shëndetit të kujtesës. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet që ato ofrojnë, duhet i konsumoni brenda sasive të rekomanduara ditore dhe forma më e mirë e tyre për të marrë këto vlera është ajo e zjerë, në mënyrë që të mos shkaktojë rritje të papritura të niveleve të sheqerit dhe gjithashtu kolesterolit në organizmin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.